Përshëndetje nderuar shikues. Në prag të zgjedhjeve të parakoshme, qeveria në detyrë ka marrë vendim që të ndajë nga 100 euro për pensionistët, fëmijët, sektorin jo publik dhe për studentët. Po ashtu qeveria ka miratuar edhe rritjen e shtesave për lehonat. Partitë opozitare e quajtën këtë hap të qeverisë në detyrë si tentim për blerje votash. Vetëm 17 ditë përpara zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 7 qershorit, qeveria në detyrë ka miratuar një pako, për siç tha, përballim të inflacionit. Kryeministri në detyrë Kurti tha se ka kërkuar ministrit në detyrë të financave të dizajnoj pakon për përballje me inflacionin. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për punonjësit e sektorit jo publik. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për studentët aktiv. Qeveria gjithashtu ka miratuar edhe rritjen e shtesave për lehonat, ndërsa ndau edhe 1 milion euro për të subvencionuar ushqimin për familjet në nevojë. U bë ditur se mjetet financiare për pensionistët dhe fëmijët do të ndahen javën e ardhshme, ndërsa punonjësit e sektorit privat duhet të aplikojnë për të përfituar më pas, me që jo të gjithë do të marrin shtesën prej 100 eurove nga qeveria. Nga kjo shtesë nuk do të përfitojnë punonjësit e ndërmarrjeve publike dhe ndërmarrjet e tjera që pagat nuk i marrin nga buxheti. Megjithatë, miratimi i kësaj pakoje në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit, kryetari i Lidhjes Demokratike po e sheh si blerje të votës. Kjo nuk është pako e inflacionit, kjo është pako e tentimit për blerje vote, një përpjekje e vonshme për të mbuluar dështimin qeverisës me praninë e vetë qytetarëve, një ofendim zgjedhor për dinjitetin dhe nevojat reale të njerëzve të vendit, të atyre që i lësit parafundit në Evropë. Ka reaguar edhe kandidatja për deputete nga radhët e PDK-s, Blerta Deliu Kodra. Kur një qeveri kujtohet për qytetarët vetëm pak ditë para zgjedhjeve, atëherë problemi nuk është 100 eurot, por të mënyra se si e sheh qytetarin. Ndërkohë, organizata jo qeveritare Demokracia në Veprim, vendimin e qeverisë në detyrë për ndarjen nga 100 eurove për kategori të ndryshme të qytetarëve, pak kohë para zgjedhjeve, e cilësoi si shkelje ligjore dhe keqpërdorim të resurseve publike në kohë zgjedhjesh. Sipas Demokracisë në Veprim, shpërndarja këtyre mjeteve financiare cënon edhe barazinë e garës politike. Kjo situatë bëhet edhe më problematike nga fakti që ndihma financiare shpërndahet në mënyrë të përgjithshme dhe pa ndonjë situatë emergjente të re që do të arsyetonte masat e tilla urgjente. Kjo e bën të vështirë ndarjen ndërmjet politike sociale dhe ndërhyrjes elektorale, pasi që mbështetja për qytetarët duhet të ndërtohet përmes politikave të qëndrueshme, të planifikuara dhe të trajtuara përmes procedurave të rregullta institucionale e jo përmes vendimeve të improvizuara në prag të zgjedhjeve. Ndër të tjerash, Demokracia në Veprim ka kujtuar se kuvendi nuk ishte miratuar iniciativën për plotësim ndryshimin e ligjit për buxhetin, në kuadër të së cilit ishin parapar mjete për një pako të tillë financiare, duke ngritur shqetësime edhe në raport me ligjin për qeverinë, i cili kufizon kompetencat e qeverisë në detyrë për marrjen e vendimeve me implikime të mëdha financiare. Në sindikatën e sektorit privat thonë se vendimi për ndarjen e 100 eurove është diskriminues ndaj punëtorëve të këtij sektori. Kryetari i kësaj sindikate Jusuf Azemi tha se mbështetja duhet të shkojë sidomos për punëtorët me paga më të ulta. Ndërsa kryetari i shoqatës së pensionistëve të Kosovës, Sheref Kastrati, shprehu zhgënjim për mosbatimin e ligjit që sipas tij parasheh rritje të pensioneve në bazë të inflacionit. Është një vendim diskriminues për punëtorët e sektorit privat të Kosovës, përderisa ne na i ofruan 100 euro, mesatarja e punëtorëve të sektorit publik ju ka ra dikon rreth 500 euro, që do të thotë 5 fish është shuma më e madhe që ju ka nda atyne, dhe pse dihet që ne spaku 3 fish më shumë paguajmë për buxhetin e Kosovës se sa punëtorët. Por megjithatë, unë mendoj që një diçka është e mirë nga kjo e keqe, sepse tani do të shifet që sa punëtori kemi pa kontrata pune. Më së miri do të ishte ajo që e thonë që ka premtuar pagën e 13, por do të ishte edhe shumë më mirë që këto mjete mos të ndahen në kohë fushate, sepse kjo po dihet secili pe din. Edhe ne kemi menduar që punëtorët që kanë mbi 1000 euro pagë më mirë është që të përcillen tek punëtorët që kanë një pagë edhe 250 euro sot. Çdo ndihmë për pensionerën është e mirësevardhë. Çdo euro, lënë më 100 euro. Mirë po unë nështë ta kësha shprej zhgënjimin, bjete që qeveria ka qëndasht
ta zbatoj ligjin ekzistues, ligjin 131/1314, ku cek shumë mirë që thotë qeveria çdo fund vit duhet ta shoqërojë inflacionin dhe autorizon ministrin që të jep rritjen e inflacionit që ka qenë vitin më parë. Për si vjet është inflacion 7.5. Nëse llogarisim në mënyrë thjesht, atëherë te 150 euro dikun rritja ka qenë dashur jetë afër 12 euro për muaj, që bie për tër vitin i bën 140 euro. Gjendja jonë e pensionistëve në Kosovë është katastrofike krahasim me vendet për rreth. 100 euro është një simbolik që nuk kryen asgjë, por është një infuzion i shkurtër mujor. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka shprehur shqetësimin e saj lidhur me vendimin e qeverisë për, siç u quajt, pako lehtësuese, duke cilësuar atë si një lehtësim afat shkurtër që nuk adreson problemet reale ekonomike të Kosovës. Ndërkohë, njohës të ekonomisë e cilësojnë këtë si një veprim të përsëritur të partisë për keqpërdorim të parasë publike. Ndarja 100 eurove për kategori të ndryshme të qytetarëve përfshir një pjesë të punonjësve të sektorit privat, nxiti val reagimesh. Qeveria në detyrë tha se pagesat e njëhershme për 100 eurove po i bën me qëllim të përballimit të situatës me inflacionin, i cili për muajin prill ka mbërritur në 7.5%, ndër më të lartit që nga pandemia COVID-19. Megjithatë, pavarësisht se për një pjesë të qytetarëve, ndarja njëhershme 100 eurove mund të shihet si e nevojshme, një numër tjetër i qytetarëve kërkojnë nga institucionet lëvizje fiskale, të cilat do të ndihmonin në ulje të çmimeve, me që jeta e tyre sa shkon e rëndohet. Lëm ta kam. Ka pojqesh. Në nështë të pojqesh. Ka ndrokë djetët, kritika në rrugë. E me ikë. Shumë është interesant që shpo mujmë ja dalë. Se çmimet janë nivel sikur në Gjermani. Çmimet janë shumë shtrejta. Krahasim me tonë në katastrofë. Çmimet edhe ma shtrejsen perëndim janë. Vendimi i qeverisë në detyrë për shpërndarje të mjeteve financiare, veçanërisht në kohë fushate, është parë si një përpjekje lëvizjes vetëvendosje, për siç u tha, blerje të votave. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka ngritur shqetësimin se masat e qeverisë ofrojnë lehtësim afatshkurtër dhe nuk adresojnë problemet ekonomike që ka Kosova. Investimet strategjike në infrastrukturën e transportit dhe të energjisë, infrastrukturë digjitale, arsim dhe zhvillim të fuqisë punëtore, krijojnë kushte që u mundësojnë bizneseve të zgjerojnë aktivitetet e tyre dhe të rrisin produktivitetin. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ndër të tjerash ka theksuar edhe rrezikun për rritje të importit, pasi që masat e qeverisë nuk po nxisin prodhimin vendor e as investimet. Ekspertë e ekonomisë ndërkohë thonë se kjo është një praktikë negative, e cila po përsëritet në çdo fushat zgjedhore. Njohësi çështjeve të ekonomisë Lek Musa vlerëson se futja në treg e 200 milion eurove nuk do ta ndalë inflacionin, por rrezikon ta nxjisë edhe më shumë atë. Kjo do ndikojë në rritjen e konsumit, në mënyrë indirekte kjo do të rrisë kërkesën dhe në një ekonomi kur ka shtim të kërkesës në treg pa pasur një rritje ekonomike, kjo domosdoshmërisht do të shpije deri tek inflacioni. Musa, ndër të tjerash, ngriti alarmin se pikërisht si shkak i masave që po praktikon partia në pushtet, së shpejti qytetarët në Kosovë do të ballafaqohen me çmime edhe më të larta nga se janë aktualisht, ndërsa tha se inflacioni do të frenohej nëse do të kishte lehtësime për prodhuesit vendor. Duke ulur kostën e prodhuesve vendor. Në atë mënyrë, kur tulet koste e prodhuesve vendor me intervenime tek landa parë, tek inputet, kostet e energjisë, në atë mënyrë do të mund të arrijej edhe deri te zvogëlimi i çmimeve në Kosovë. E jo duke rritur konsumin, sepse kërkesa gjithmonë ndikon në rritjen e inflacionit dhe ngritjen e çmimeve. Ndryshe, Kosova këtë vit është përballur me një shkallë të lartë të inflacionit. Sipas matjeve të fundit të Agjencisë së Statistikave, shkalla e inflacionit ka arritur në 7.5%, e radhitur me njëherë pas Rumanisë, që ka një shkallë prej 10.7% të inflacionit. Nga vendet evropiane, vetëm edhe Bullgaria ka një shkallë prej 6.8%, ndërkaq nga vendet e rajonit, Shqipëria ka shkallën më të ulët prej 2.8%.
Ekspertë ekonomisë kanë vlerësuar se shkaktari kryesor i rritjes së inflacionit në Kosovë ishte shtrëngimi i vazhdueshëm i rrymës. Derisa zgjedhjet e 7 qershorit po afrohen, partitë politike fushatën e tyre kanë koncentruar në kritika të ndërsjella. Profesor universitar shprehen shqetësim se mungesa e shpalosjes së programeve dhe vizionit të qartë për formimin e institucioneve pas zgjedhjeve do të shkaktojë sërish bllokadë politike. Ndërsa kanë mbetur edhe rreth 2 javë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 7 qershorit, skena politike është polarizuar edhe më shumë këtyre ditëve me akuza e kundër akuza. Sipas profesorit universitar të shkencave politike Ibrahim Gashi, ky është një sinjal i qartë se Kosovën mund ta presë krizë e re pas zgjedhjeve në ndërtimin e institucioneve. Profesori Gashi shpreson se partia e parë që do të dalë nga zgjedhjet e 7 qershorit të marrë përgjegjësinë kushtetuese për formimin e institucioneve, duke pasur bashkëpunim të ndërsjell edhe me partitë e tjera. Duhet me qenë bashkëpunuese që vendit mos shkoj eventualisht në rastin më të keq edhe një herë në zgjedhje për shkak të pamundësisë me zgjedhë një president. Sepse tek e fundit presidenti është më pak i rëndësishëm për zhvillim, posti i presidentit në sistemin tonë kushtetues është më pak i rëndësishëm se sa posti i kryeministit dhe i qeverisë, pra i ekzekutivit. Dhe ne vendi ka nevojë për ekzekutiv më shumë. Kështu që unë menoj që konform rezultateve që dalin, partitë duhet të reflektojnë e mbi të gjitha partia fituese duhet të gjejë solucionin se si me i siguru vendit institucione për 4 vitet e ardhshme, përkatësisht për 5 vitet kur është fjala për president. Ambasadori i karrierës Albert Prenka i vlerëson se Kushtetuta e Kosovës i detyron partitë politike që të ulen për të gjetur zgjidhje për formimin e institucioneve, por shpreh drojen se partia që ishte e para në zgjedhjet e fundit nuk ka dhënë sinjale për kompromis pas zgjedhjeve dhe kjo, siç tha, është sinjal se mund të përsëritet kriza politike. Kosova do të gjendet në një pozitë politike pas zgjedhore ku pritet, do të presë dhe pledoj të partitë politike të Kosovës që të ulen të gjejnë kompromis për formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit apo presidentes, në mënyrë që Kosova, të qytetarët e Kosovës pra të kenë shpresë se jeta e tyre do të ketë përmirësime në çdo aspekt, si në aspektin ekonomik, atë financiar, të punësimit, por edhe në politikën e jashtme Kosova do të duhet të jetë e përgatitur. Ndërkohë, profesori universitar Ibrahim Gashi vlerëson se gjatë këtyre ditëve partitë politike nuk janë fokusuar në shpalosjen e programeve, por në një gjuhë jo demokratike dhe as liberale. Për këtë, profesori Gashi ka një shpjegim se pse po ndodh. Si duket edhe partitë politike, duke qenë se për më pak se 2 vjet po organizohen 3 zgjedhje nacionale, si duket s'kan çka me ofru, sepse nuk ka pas ndonjë progres, nuk ka pas as ato në pushtet, po as opozita nuk ka qenë shumë kreative me kërku llogari prej partive në pushtet, prej partisë në pushtet. Ambasadori i karrierës Albert Prenka i thotë se partitë politike do të duhej që të kishin një garë programore, me të cilën do të kërkonin vota nga qytetarët. Që të jetë gjuhë programore apo gjuhë e programeve politike, të cilat do të shpalosnin në mënyrën se si njëra apo një parti tjetër do t'i qaseshin problemeve me të cilat ballafaqohet qytetari. Zyrtarisht, fushata për zgjedhjet e 7 qershorit nis javën e ardhshme më 28 maj. Prokuroria e Shtetit paralajmëroi ngritjen e aktakuzave për një numër komisionerësh të dyshuar për manipulim votash në zgjedhjet e dhjetorit të vitit të kaluar, varësisht nga rezultati i hetimeve. Instituti Demokratik i Kosovës dhe juristët vlerësojnë se komisionerët e dyshuar nuk duhet të jenë pjesë e procesit zgjedhor të qershorit, duke thënë se pjesëmarrja e tyre dëmton në rënd integritetin e zgjedhjeve. KQZ-ja ndërkaq ende s'ka vendosur për këtë çështje. Përderisa zgjedhjet e qershorit po afrohen, ende nuk dihet nëse komisionerët e dyshuar për manipulim votash do të jenë pjesë e këtij procesi zgjedhor. Për manipulime të dyshuara të votave, mbi 100 komisioner në gjithë Kosovën përfunduan në hetim dhe arrestim.
Koordinatorja nacionale për zgjedhje në Prokurorinë e Shtetit, Laura Pula, nuk bëri të ditur numrin e saktë të komisionarëve të dyshuar, por tha për Radio Televizionin 21 se varësisht rezultatit të hetimeve, do të ngriten edhe aktakuza. Numri i komisionerëve është mjaft i madh, nga se përpos atyre që fillimisht kanë qenë me mas të paraburgimit e që gjykata ua ka ndërprer, ndërkohë paraburgimin, të tjerët janë në procedurë të rregullt dhe ndaj tyre janë duke u zhvilluar hetimet. Në bazë të rezultatit të hetimeve do të ngriten edhe aktakuza. Në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit, procesi përfundoi në rinumrim total pas dyshimeve për devijim të vullnetit qytetar në mijëra raste. Komisioni qendror i zgjedhjeve nuk bëri të ditur nëse do të lejoj ose jo përfshirjen e këtyre komisionerëve në zgjedhjet e reja. Por së fundmi ky institucion refuzoi nominimin e Shaban Papić nga Partia Demokratike Turke e Kosovës për antar të KKZ-s në Prizren, pasi sipas KQZ-s ai ka qenë i përfshirë në zgjedhjet e dhjetorit ku pati manipulime të mëdha të votave. Partia Demokratike Turke e Kosovës më pas ishte ankuar në PZAP, por ankesa e saj ishte refuzuar si e pabazuar. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se ata që kanë kontaminuar procesin e kaluar zgjedhor nuk duhet të përfshihen në zgjedhjet e qershorit. Realisht ligji e thotë që ata nuk kanë ndalesë, por gjithsesi duhet të kemi parasysh sepse ata kanë kontaminuar zgjedhjet, janë të dyshuar për manipulim të zgjedhjesh, edhe normalisht është mirë të ju mohohet e drejta për punë në zgjedhje për shkak të mënyrës si kanë manifestuar dhe si kanë punuar gjatë zgjedhjeve. Nëse kemi njerëz të njëjtë, potencialisht mund të kemi pasoja të njëjta, edhe vonesa të njëjta, proces të rinumrimit, proces të cili është domethënë jo legjitim në kuptimin që është dashur të rinumrohet e tër Kosova prap, për shkak se ka pas komisioner të paproqësueshëm dhe njerëz të cilët kanë kryer vepra penale. Avokati Arber Jashari ndërkashtot se përfshirja në zgjedhje e komisionerëve të dyshuar për manipulim votash cenon integritetin zgjedhor. Nuk do të duhet të jenë pjesë sepse pjesëmarrja e tyre në procesin zgjedhor do ta dëmtonte integritetin e zgjedhjeve dhe nuk ka asnjë kuptim që personat të cilët janë të dyshuar, pavarësisht se janë në fazën e hetimeve dhe gjithmonë prezumimi pafajësisë ekziston, ndonjëri prej tyre edhe mund të shpallet i pafajshëm, por prap mendoj që pjesëmarrja e tyre, duke pas parasysh se procesi zgjedhor është një proces i ndihshëm, do ta vinte në pikpyetje integritetin e zgjedhjeve dhe është mirë që ata persona gjithë kushdo që është në procedura të zëvendësohen me komisioner tjerë. Në janar të këtij viti, KSZ-ja shkarkoi të gjithë anëtarët e Komisionit Komunal Zgjedhor në Prizren, ku ishin evidentuar mbi 80% e pasaktësive në votat e kandidatëve për deputet. Numri i shtetasve të Kosovës me të drejtë vote në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit është 2.092.174 votues. Këtë bëri të ditur zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi. Ai tha se në këto zgjedhje janë mbi 15.000 votues më shumë në listën e votuesve. Ai njoftoi gjithashtu se 22.685 qytetarë do të votojnë për herë të parë në zgjedhjet e 7 qershorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar listën e votuesve, e cila pra do të përdoret për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Sipas të dhënave nga lista e votuesve, numri i shtetasve të Kosovës me të drejtë vote është 2.092.174 votues, çka do të thotë se kjo listë përmban 15.884 votues më shumë se lista votuese e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat u mbajtën më 28 dhjetor të vitit të kaluar. Numri i votuesve të cilët do të votojnë për herë të parë në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës është 22.685 votues, prej të cilëve 16.934 janë votues që konsiderohen të rinj, pra që pas zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës të datës 28 dhjetor kanë arritur moshën 18 vjeç, pra që do të votojnë për herë të parë në zgjedhjet e radhës të datës 7 qershor, dhe 5.751 votues të tjerë të cilët konsiderohen të regjistruar për herë të parë në regjistrin qendror civil mes dy palë zgjedhjesh, ose janë votues që kanë rikthyer shtetësinë e Kosovës.
Do të vazhdojmë informacionet të tjera. U shënua 27 vjetori masakrës së Dubravës. Me këtë rast u tha se shteti kriminal i Serbisë nga 19 deri më 24 maj të vitit 1999 kreu një ndër krimet më çnjerëzore në këtë burg. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në përvjetorin e 27 masakrës së Dubravës tha se kjo masakër është një ndër plagët më të rënda gjatë luftës në Kosovë. Kurti tha se Dubrava ishte pjesë e mekanizmave dhe represionit shtetëror serb të përdorur kundër shqiptarëve të Kosovës që gjatë luftës u shndërua në poligon pushkatimi. Në ato ditë të majit të vitit 1999, brenda burgut të Dubravës, shteti kriminal i Serbisë kreu një ndër aktet më çnjerëzore. Nga rreth 980 burgosur shqiptar, 116 u vranë, 185 u plagosën, ndërsa profesori dhe mendimtari politik u kishin hoti u zhduk me dhunë. Ky ishte krim kundër njerëzimit, shkelje flagrante e konventave të Gjenevës dhe e çdo norme të civilizimit njerëzor. E pranishme në ceremoninë përkujtimore të masakrës së Dubravës ishte edhe ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu, e cila tha se kjo masakër u krye nën administrimin e shtetit serb mbi njerëz të qarmatosur, të mbyllur dhe krejt të pambrojtur. Në Dubravë, shteti serb veproi si aparat vrasës, i kishte të burgosurit në regjistra, në pavione, në rreshta, nën urdhra dhe të mbyllur. Kjo është arsyeja pse Dubrava ka peshë veçantë juridike dhe morale. Këtu krimi nuk ndodhi sepse shteti mungoi, ndodhi sepse shteti ishte i pranishëm në çdo hall. Kurse kritika për ekspozitën e bujshme të Shkëlzen Gashi të titulluar Masakrat në Kosovë 1998-99 që paraqiste të dhëna gabim për masakrën e Dubravës, pati imbjetuari kësaj masakre Nait Hasani. Sot kjo datë na i sjell në kujtesë ato ditë të mëshme, ndërsa ky përvjetor është më janë se të tjera, sepse me ekspozitën e mbajtur në Prishtinë, në sheshin Nëna Terezë, janë ndur të gjithë të burgosurit dhe familjarët tanë. E imbjetuari tjetër i kësaj masakre, Enver Dugolli, në fjalën e tij tregoi se si të burgosurit këndonin këngë për ta mbajtur lart moralin. Dhe më kujtohet si sot. Pra, edhe këtu, edhe atje, në secilin burg, ja fillonim këngë homazh për shokët tanë. Kaq kishim na, s'mon shumë ma shumë, por i kujtonim me këngë. Dalga dal, po vjen behari. Masakra e burgut të Dubravës është kryer prej 19 deri më 24 maj të vitit 1999. Banorët të zonave të Rrugovës kanë protestuar sot para Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duke kundërshtuar vendimin për pezullimin e shërbimeve ndërtimore në Rrugovë. Protestuesit thanë se ky vendim po dëmton jetën dhe zhvillimin ekonomik të banorëve të kësaj zone, duke kërkuar që institucionet ta shqyrtojnë urgjentisht këtë mas. Sipas protestuesve, kjo mas po shkakton vështirësi për qytetarët dhe po pengon zhvillimin ekonomik të kësaj zone. Ata i bëjnë thirrje institucioneve që të rishikojnë sa më parë vendimin dhe të mundsojnë vazhdimin e punimeve dhe investimeve në Rrugovë. Një nga organizatorët e protestës deklaroi se banorët po përballen me vendime që, sipas tij, po i trajtojnë si të huaj në tokat e tyre dhe pengojnë zhvillimin e Rrugovës. Ne që nuk i kem kur nga ato mole, as kur na digje shtëpia, e as kur na vritej vllau. Prandaj, nga ky moment, i themi kësaj ministrie, kësaj ministre dhe këtyre burokratëve që luajnë me fatet tona. Ju keni marrë një vendim pa pyetur askënd, sipas tekeve tuaja. Dhe ky vendim për neve është i vdekur. Nuk ka bra polici, nuk ka bra postbllok, nuk ka bra xhop, e as pranga që na detyron malësorin të kërkoj leje për të jetuar. Gjatë protestës së mbajtur para Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, para qytetarëve doli ministri i detyrë Fitore Pacolli, pas kundërshtimeve lidhur me vendimin për pezullimin e mallrave dhe shërbimeve ndërtimore në Rrugovë.
Megjithatë, reagimi i disa protestuesve ndaj saj ishte i ashpër, pasi protestuesit filluan të shpërndaheshin, Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli, ka mbajtur konferencë për media, ku tha se sipas marrjes së vendimit i kishte kërkuar komunës së Pejës hartimin e planit rregullues për bjeshkët e Nemuna, duke ofruar dhe mbështetje nga ministria, por sipas saj nuk kishte pasur bashkëpunim. Komuna Pejës zakonisht, kryetari aktual i Pejës i ka mbyll vesh, edhe nuk ka dashur as me dëgju. Edhe si që po ashtu jashtë, ai edhe ka organizuar disa. Sepse aty në protestë pa qytetar që ju ka mohu të drejta me ndërtu me vite e vite të tëra. E shumë prej tyre që kanë ndërtu e frigohen edhe natën e flejë se mos përshkon ndonjë institucion javën. Gjatë konferencës, ministria përmendi disa herë se protesta po i ngjante një organizimi të LDK-s. Edhe sa herë filloja me folë për komunën e Pejës, mu ma ndalën mikrofon. Prandaj mu ma dha përshtypjen që është organizuar prej disa njerëzve të LDK-s, ndoshta prej kryetarit atje, që t'i mbajë qytetarët në një situatë amullie ku ata nuk e dinë a kanë të drejtë të ndërtojnë apo jo. Në emër të bashkësisë lokale, Agron Nikçi në fund të protestës e komentoi edhe daljen e Fitore Pacollit në një prononcim për media. Para 100 vjetëve, edhe dje merë në shtetësinë e Kosovës. Kur se nga Rrugovës, mos ta morin drejtin me jetuar vendin, ku jetojnë me 1000 vjetë. Ministre, ç'është Kosovë? Për s'ka luftume, për s'ka punume. E kjo protest përfundoi e qetë. Katër persona kanë humbur jetën në një aksident të rëndë në qarkorin e Shkupit, kur një kamion u përplas me një vetur që më pas u përfshin nga flakët. Shoferi kamionit është ndaluar dhe po hetohen shkaqet e aksidentit. Shoferi 76 vjeç ka humbur kontrollin e kamionit dhe ka frenuar në moment të fundit. Pas shkëputjes së pankinave ka goditur makinën e tipit BMW, ku kanë qenë 4 persona. Mbrëm në ora 23 në qarkorin e Shkupit në një aksident fatal humbën jetën 4 persona. Ata humbën jetën në vend ngjarje derisa makina u doq plotësisht. Viktimat janë 51 vjeçari Riste Velkov, bariton në operën dhe baletin e Maqedonisë, djali i tij 20 vjeç me inicialet AB dhe 2 shokët e këtij të fundit. Shoferi në moshë të shtyer me inicialet BB, i cili drejtonte kamionin me targa të Kosovës, mori para vetës veturën e cila fatkeqësisht u gjend në momentin e tragjedisë dhe të aksidentuarit u dogjën nga flaka që mori 2 automjetet. Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit, makina ishte me plin gas apo që u godit kamioni në pjesën e rezervuarit të karburantit. Nga policia thonë se shoferi po mbahet në procedim të rastit, ndërsa me urdhër të prokurorit publik 4 trupat e pajetë u dërguan për autopsi. Përplasja shkaktoi zjarr në të 2 automjetet, nga i cili automjeti i pasagjerëve dhe kabina e kamionit u dogjën plotësisht. Zjarri u shua nga një ekip i brigadës së zjarrfiksëve të Shkupit. Gjithashtu, me urdhër të prokurorit publik, shoferi B.B është privuar nga liria dhe është ndalur në stacionin policor. Pas hetimit me dokumentim të plot rastit, do të parashtrohet kallëzimi i përkatës. Gjatë inspektimit përkatësisht në periudhën nga ora 23 deri në ora 5 të mëngjesit të sotëm, trafiku është devijuar në rrugën Tetov-Velez në kryqëzimin e rrugës së Prishtinës drejt fshatit Vizbek dhe në rrugën Velez-Tetov në kryqëzimin e rrugës Mirkovce. Në ora 5 trafiku është normalizuar, por kamioni vazhdon të mbetet krah autostradës dhe qarkullimi lejohet vetëm në një korsi drejt Shkupit. Me moton valsi rikthimit Radio Televizionin 21 shënoi 28 vjetorin e themelimit, balloja pranverore këtë vit erdhi ndryshe, u këndua për jetën, por u ndëruan bashkëpunëtorët që kanë kaluar në amshim. Në garën tradicionale të ballos u zgjodhen 7 çifte fituese për të udhëtuar në pushime luksoze.
Pas 6 vjetësh ndërprerje, një traditë shumëvjeçare që kishte mbetur në kujtesë u rikthye me dinjitet. Radio Televizioni 21 këtë vit mbushi 28 pranvera, ndërsa balloja pranverore u organizua në një atmosferë madhështore, duke ardhur me moton Valsi i rikthimit, për të dëshmuar se traditat e bukura jo vetëm që rikthehen, por vijnë edhe më të fuqishme. Si çdo vit tjetër, balloja bëri bashk mysafir nga të gjitha trojet shqiptare, artist, figura publike, përfaqësues të medias, kulturës, biznesit, politikës dhe shoqërisë civile, si dhe miq të Radio Televizionit 21. Mbrëmja nisi me koktejl mirëseardhje për mysafirët, për të vazhduar më pas me hapjen zyrtare të ballos pranverore. Në skenë u ngjitën drejtuesit e Radio Televizionit 21, të cilët ndanë reflektime mbi rrugëtimin dhe vlerat e këtij institucioni mediatik. Sonte uroj që çdo njeri prej nesh të haroj dallimet, të haroj përkatësitë partijake, të haroj që ka probleme të vogla ose të mëdha kjo Kosovë. Sonte të kënaqemi edhe të gjithë bashk në këtë pranverë, ti themi Kosovës, po ne jemi me ty, do të jemi me ty, edhe do të punojmë, edhe do të zhvillojmë, edhe do të kënaqemi me ty. Si çdo herë, Radio Televizioni 21 gjithmonë ka ditë të dhuroj jo vetëm program, por edhe ngrohtësi, shpirt, emocion dhe përkatësi. Unë ju dëshiroj pranverë në shpirt, pranverë në zemrat tuaja, pranverë në familje. Një event i cili po mbledh, po të bën vete profesionet ndryshme, individ të çmueshëm të kësaj shoqërie, dhe pas një pauze shkurtër disa vjeçare, po rikthehemi me këtë ballo pranverore, po rikthehemi në shoqërimin tonë me juve dhe ju me neve. Më pas nisi valsi tradicional, që shënoi fillimin e garës për çmimet e zakonshme të ballos. Valsi u shoqërua me këngë të krijuara nga vetë drejtoresha e Radio Televizionit 21, Afrodita Saracini Kelmendi. Në skenë performuan artistë të njohur si Saranda Aliaj, Besiana Mehmedi, Eneda Tarifa, Manjola Nalbani, Gjensila Myrtezaj, Dafina Aliu, Jehona Shaqiri, Besa Smolica dhe Aurondeva, duke krijuar atmosferë të ngrohtë, emocionale dhe festive gjatë gjithë mbrëmjes. Gjatë kësaj nate u nderuan 3 çifte që kanë mbetur në kujtesën e televizionit për vallëzimin e tyre në ballot e viteve të kaluara. Nagjie dhe Fahri Buqinca, Shpresa dhe Fikrim Emra, si dhe Shpresa dhe Haqif Mulliqi. Në skenë dolën pasardhësit e tyre për të pranuar buqetat me lule. Mbrëmja vazhdoi me traditën e valsit dhe garën e vallëzimit. Përveç çmimeve për vallëzimin më të mirë, këtë vit u ndanë edhe çmime për çiftet me dizajnin më të bukur, si dhe për çiftin më të ri dhe më të moshuar të ballos. Fituesit u shpërblyen me udhëtime në Turqi, Shqipëri dhe Ulqin, duke e kthyer këtë mbrëmje në një kujtim të paharrueshëm. Një risi e veçantë ishte projekti Diva Di, një ndërthurje mes krijimtarisë së Afrodita Saracini Kelmendi dhe teknologjisë së inteligjencës artificiale, që i dha një dimension modern këtij rikthimi të ballos pranverore. Festa vazhdoi deri në orët e vona, mes muzikës, vallëzimit dhe miqësisë, ashtu siç i ka hije një rikthimi që quhet Valsi i rikthimit. Këtu përfundojmë edicionin qendror të lajmeve. Informacionet më të reja i gjeni në çdo kohë dhe në portalin tonë RTV21.tv. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, mirupafshim.